atmosferën e ekipit mbase që mundet me konë arsyeja. Edhe lejtarët e Arsenalit s'po luajnë bashkë mirë. Edhe këtë e mbroj qatë fakt. Që kjo nuk i konvenoj Besionit, nuk i konvenoj. Unë menoj që Rojsi e ka rujt formën e vetë që e ka pos me Arsenalin. Ma Dueke nuk ka pos lujt mirë as me Arsenalin, unë thash që nuk është hiç në preferencat e mia ashtu. E Saka për shembull edhe ai gjysmën e sezonit herë ka lujt, herë s'ka lujt. Po normal nuk mundesh me lën Sakan pa e ftu, është e pamundur. Ma Dueken ndoshta po. Edhe unë jam dakord për Sakan nuk mundesh pa e ftu, se është lojtar që është na 20 minuta dhe ta shpik një asist, një bandallimi, një gol, një dribling, nxjerr penalti. Këtë na i njohim kualitetet e tina. Nuk është Ma Dueke për mua është lojtar kështu, me thonë gjuhën më popullore është shumë patru. Domethënë i ka daftësi dribluese kur del para golës komplet i bllokon truni. E mungon finalizimi. Finalizim është shumë i dat. Bllokon truni. Vjen ta ti çfarë Në żargonin e tifozit, se u shndron tifoz. Presioni, po që ja plot zemrën domethënë. Po ja plot.